O Allah, të lutemi membrat e bukura dhe cilësitë e larta, ja dhe Xhelali ul Ikram. Të lutemi ja Rabbel Alamin, ne mundso që të jemi prej banorëve të xhenetit, ja dhe Xhelali ul Ikram. Po të lutemi o Allah, membrat e bukura dhe cilësitë e larta, ja Allah, ja Rahman. Të lutemi ja Rabbel Alamin, na mëshiro me mëshirën tënde. Na jep të mirat e dunjas, të mirat e ahiretit. Na ruaj prej zjarrit të xhenemit. O Allah, falna ne dhe prindërit tanë, dhe prindërit e prindërve, dhe gjithë besimtarët ditën e llogarisë të madhe, ja dhe Xhelali ul Ikram. O Allah, ashtu siç na tubove dhe na bashkove në një xhami pe xhamieve të tua, të lutemi ja Allah na bashkon në hijen e arshit të ditën kur nuk ka hije tjetër pos hije sa arshit të ja Rabbel Alamin. O Allah, të lutemi membrat e bukët, cilësitë e larta, fali dhe mëshiroj prindërit tan, mëshiroj ata të cilët kanë vdekur prej tyre, bëj varret e tyre kopshte pe kopshteve të xhenetit, ja dhe Xhelali ul Ikram. O Allah, mëshiroj të vdekurit tan, o Allah, mëshiroj të vdekurit tan, o Allah, mëshiroj dashamirët ton, ja dhe Xhelali ul Ikram. Bëri varret e tyre, ja Rabbel Alamin, aq sa shef shikimi i tyre. O Allah, laje ata me ujtin e pastër dhe pastroj ata siç pastrojnë teshat e bardha, ja dhe Xhelali ul Ikram. O Allah, të lutemi, na i rando peshojnë dhe mizanin në ditën e Kiametit. Na jep librin nga e djathta jon. O Allah, na i mundso që ta kalojmë urrën e Siratit dhe së bashku me këta vllazë, me këta dashamirë, me këta nana dhe motra, të jemi në xhenetet e tua, në tokën e paqes dhe lumturisë. Amin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.